këtu është emocioni. Si ke punë me shqiptarët e cilët rrinë, jetojnë në Zvicër dhe sa keni kontakt në Elvetia? A je kështu i socializuar me... Unë jam aktor i diasporës, i Mergatës. Mu ma ka ndonë një epitet, një titull dhe atje Aleksandr Mojsiu i dytë, i kohës moderne, më thojnë. Mu ma ka ndonë atë titull, më vjen gjuna kanë herë, thamë shumë komplimenti madhë kanë herë më vjen turpe, gërmusi kokën, kur më thujnë para njerëzve. Unë me komunitetin tim prej Zheneves, kanton që është franqez, frankofon, e gjeri në Kiasu që është italofonës, e gjeri në Bregenz që është gjermanofols, e gjeri në Liechtenstein që është reto-romanofols, 4 gjumë, Zvicra. Ka ko shqiptar, unë jam shumë i afërt me ta, jam gjdo kun me ta, jam në festat e tyne, kështu privat nuk rri shumë me ta, jo. Kam shoqërit kulturë artistike dhe të kulturës më mbimbam, e kry me gjeri se s'ka pas ambasada, konzulata, unë jem konë ambasador, edhe tija e tjetër, na, kemi përfatsu shtetin Zvicrën, shqiptar, tash kanë ardhur ambasadat tona, ambasadorët, konzult,